Ka ardhë qika Hatim at-Tajit. Hatim at-Tai ka qenë njeri shumë bëmirë, sapëtën. Ka qenë njeri shumë ka bo mirë. Shumë mirë ka bo, apëtën. Ai njeri gjithmonë e ka majt një fener ndezun mbi shpinë e tij, mbi çatinë e shtëpisë së tij. Pse? Musafiri pej larë kur të vjen, mos me shku në asnjë shtëpi, taj me shku. Çaq bëmirë së kon. Mirë po ka besu në idhuj, i ka ranë në sejës e gurit, apëtën. Edhe u dekë që shtapëtën. Qika ti pastaj ma vonë, e djali ti, Adi ibn Hatim, e kam pranu islamin, dhe qika ti është martu me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E i ka thonë Adi ibn Hatim, kjo sahabia, i ka thonë, babem ka bo shumë mirë, apëtën. Mirë kon burri, mirë kon fort. Sa i su falke edhe xhami së dajke, edhe që aty bëjke shirke kufër, po i mirë kon fort. Skalon fukara pa i një mua, apëtën. Ka thonë pejgamberi huwa fi nar. Ajo në xhehenam është ajo. Ajo është në xhehenam. Ajo që di kon pse në xhehenam, normal se ka kuptuar që me buk të jap dikujt shkohet në xhenet, jo aftë. Tu i dhon buk dikujt, tu nimu dikujt shkohet në xhenet mas imanit. Kur e ki imanin, tani këto marrin vlerë. Për shembull, unë mund me ti vendos 10 zerra. Sa kjo? Zerra. Po 10 janë hoqë. Po zerra. Ndëse dalë me i përdhon vlerë, ja që të nish për para. Tani kanë kuptim. Pa nish, kur farë kuptimi s'kan. 10 mund me konë 20 zerra, 30 zerra, 5 sa janë? Zerra. A dhe ka njerë që bojnë mirë, po nishin se kanë. Qëtë ja nishin, ja vlerën. Pa nish, s'ka vlerë. Andaj ka thonë, pejgamberi kësaj gryje se këse ka marrësh, ke me zerë ka me nëvë që bëhet punë. Jo, ka thonë, ai s'ka thonë, asë një ditë rabbi këfirli. Kur s'ka thonë, Allah më falë mua, se ka lypë të Allah u kur. Ata Hatim at-Tai me bu me qunë gjenet, dhe që apëm qëni këtu, s'kum lypë, kur me mbru këtu për shambull. Në zarë kur në gjenet së më shkone Allah. Prandaj, Allahu Gjallahu Ali ju ka thonë se, ja ka në lypë tërën, po, a pa të uzimin, pa të mundë si mu uzu, po, dashët të dëvimin, a pa, keni dashët, që, a pa thoni s'ka dhunë fi, e pse pra në dhunë gjenet me pas, dikush, s'po bëjke dhunë shumë me i në islam, e dhunë shumë po bëjke me shti në gjenet, e zban, me qef është në fi, edhe me qef në gjenet. Ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi sallam, kullu ummeti jedhullu në gjennet, illa men eba, krejt kanë me i në gjenet, krejt kanë me i në gjenet, veç kush zdan, ka thonë Muhammed Esam, kush zdan me i Allah në gjenet, po edhe dikush me qunë gjenet është e Bubekri zdu, s'ka dash këtu me konë me Bubekri, zdan asli me konë, e pse për qënë dikën me zërë Allah dikun ku zdan me shku, s'ka dash kur me shku që atje, a i ka dash terë, po të në terë, që terë, apo të në zim, që drita, qëka dush kia pëtën, qysh dush e mera pëtën, andaj, do në gjenet, ki me shku në gjenet, ku po ki që me shku, qëtu ki me shku, vëq apo të në, Allahu Gjellola këtë dunja në ka mundësu, me zgjidh venin gjenet që përdojnë apëtën, qysh janë rreth shkështu, që ashtu regulohet që është e jute atje apëtën. Prandaj, e kanë marrë shpërblimin, qysh e kanë lypë, a ju ka ba Allahu pa drejt, jo, Allah, e kanë lyp devimin, ja u ka jap terrën, se devimi dhe terrë janë vllazën, sikur se uzimi dhe drita.